është përcjell me diskutimet të Dimal Boshës, Tagim Batirit e çtyne klasës elitare të lëvizjeve vetëndosje. Po, na e kena ditë me atëfar punet që nuk i takon në nadrashqicit e opozita, ajo është kone qartë, kena disa herë kena thonë që i takon ekskluzivisht listë sërbe, po, ju ekskluzivisht listë sërbe, sepse mund me qeni subjekt tjetër politik nga minoriteti sërb, mirë po i takon atyre asaj shumicë cila është mbrana kuvendit me përkatësi sërbe. Kështu që type me marrë seriozisht Tagim Batirin, Dimal Boshën, dhe qysh është pak edhe mi ngarku qytetarët edhe me hupë kohën televizive. Albi Kurti se vetë asnjonën, asa dasa, se vetë asnjonën heq. Kështu që ata 8 ditë nuk është që ka nej farë relevancë, kështu që Kurti e din tash e tutje, po shpresoj që nuk ka me bo gabimin e njëjtë, nuk ka me insistu të në nadi prap, se kjo qashën më është e zhidhën edhe shumë mirë që ka ndodhë në 2025, tash e kem disa precedente të cilat ka ndodhë, edhe urej që ma mos përsëriten jo veç me Albin Kurtin, po me asë një subjekt tjetër politik. Po.